Fillimi i universit, errësira e thellë dhe koha. A kishte universi një fillim? Për shekuj me radhë, shumë filozofë besonin se universi ishte i përjetshëm. Pa fillim, pa fund. Por në shekullin 20, teoria e Big Bangut ndryshoi gjithçka. Sipas kozmologjisë moderne, universi nisi nga një gjendje jashtëzakonisht e dendur dhe e nxehtë, një pikë fillestare, dhe më pas zgjerim. Në Kur'an përmendet se qiejt dhe toka ishin një masë e bashkuar dhe më pas u ndanë. Disa e lidhin këto me idenë e një fillimi kozmik. Të tjerë shohin si përshkrim simbolik. Por pyetja mbetet, si mund të përfytyrohej ideja e një universi me fillim në një kohë kur shumica mendonin se ishte i përjetshëm? Errësirat e thella të detit. Në një ajet përmenden errësira mbi errësira në thellësitë e detit. Sot shkenca e oqeanografisë tregon se drita e diellit zhduket gradualisht në thellësi. Pas një pike të caktuar, ekziston errësirë totale. Jo vetëm kaq, ka edhe valë të brendshme dhe shtresa të ndryshme uji që krijohen struktura të padukshme nga sipërfaqja. Në kohën e shpalljes, njeriu nuk kishte mjete për të eksploruar thellësitë e oqeaneve. A është ky një përshkrim intuitiv, apo një metaforë për errësirën shpirtërore? Relativiteti i kohës. Në disa ajete përmendet se një ditë tek Zoti mund të jetë sa 1000 vite sipas llogarisë njerëzore. Në një tjetër përmendet një periudhë edhe më e gjatë. Sot fizika moderne, veçanërisht teoria e relativitetit, pranon se koha nuk është absolute. Ajo ndryshon sipas shpejtësisë dhe gravitetit. Koha për një vëzhgues mund të rrjedhë ndryshe për një tjetër. Sigurisht, Kurani nuk flet për ekuacione fizike, por ideja që koha nuk është e njëjtë për të gjithë është një koncept i thellë. A është kjo një përputhje e rastësishme apo një mënyrë për të treguar se perceptimi njerëzor është i kufizuar? Është e rëndësishme të ruajmë balancën. Kurani nuk është manual astrofizike, as manual oceanografie, por ai i drejtohet mendjes njerëzore me pyetje rreth universit. Dhe ndoshta pikërisht kjo është pika e përbashkët me shkencën. Të dyja kërkojnë të kuptojnë realitetin, njëra përmes matjes, tjetra përmes kuptimit.